Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni mes Elionës dhe Klodit arrin një moment të ndjerë kur ata përfshihen në një bisedë të sinqertë, por plot emocione. Eliona fillon të shprehë ndjenjat e saj, duke thënë se është xheloze për Benitën. Fjalët e saj dalin me një ton të dridhur dhe të përzier me mbledh dhe shqetësim, duke treguar se emocionet që ajo ndjen janë të thella dhe të vështira për t'u kontrolluar. Unë jam xheloze për Benitën, thot Eliona me vendosmëri, duke i bërë të qartë Klodit se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe jo të lehta për t'u menaxhuar. Ndërkohë, Klodi e dëgjon me vëmendje, duke ndjerë tensionin që përshkon dhomën. Heshtja që pason i jep momentit një dimension dramatik, dhe çdo shikim ndërmjet tyre duket se thot më shumë se fjalët. Eliona vazhdon të flasë dhe shprehet se nuk ka qejf që Klodi rrin me Benitën, duke treguar mlefin dhe pakënaqësinë e saj. Nuk kam qejf se rrin me Benitën, thot ajo, dhe zëri i saj dridhet paksa nga emocionet. Banorët e tjerë që ndodhen pranë mund të ndjejnë tensionin dhe mlefin që përshkon dhomën, por heshtja e Klodit dhe shikimi i tij i qetë shton dramatizmin e momentit. Biseda vazhdon për disa minuta, me Elionën që shpreh mlefin, shgënjimin dhe ndjenjat e saj të përziera ndaj situatës. Ajo përpiqet të shpjegojë pse ndjehet kështu dhe se nuk mund të tolerojë ndonjëherë sjellje që e bëjnë të ndihet e lënduar ose e injoruar. Çdo fjalë e saj është e mbushur me emocione dhe tension, duke bërë që momenti të duket i gjallë dhe i ndjerë. Klodi dëgjon dhe përpiqet të reagojë me kujdes, duke ruajtur qetësinë e tij, por çdo heshtje dhe çdo shikim shton dramatizmin e situatës. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të flasin mes tyre, disa duke shprehur habi, disa duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë ndodh dhe cili do të jetë ndikimi i kësaj bisede në marrëdhëniet e brendshme të shtëpisë. Eliona vazhdon të shprehë ndjenjat e saj për disa minuta, duke treguar qartë se xhelozia dhe mlefi nuk janë të lehta për t'u menaxhuar dhe se ajo ndihet emocionalisht e mbingarkuar nga situata. Çdo heshtje, çdo dridhje e zërit dhe çdo gjest i saj shton dramatizmin dhe tensionin, duke bërë që momenti të duket i gjallë dhe intensiv. Biseda ndërmjet Elionës dhe Klodit tregon qartë se si emocionet e forta, xhelozia dhe ndjenja e mlefit mund të krijojnë një atmosferë dramatike dhe të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother. Publiku ndihet i tërhequr dhe i angazhuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të ndikojë kjo situatë në marrëdhëniet e banorëve dhe në lojën që vazhdon brenda shtëpisë. Ky episod është i mbushur me tension, mlef dhe emocione të forta, ku çdo fjalë, heshtje dhe shikim ka rëndësi dramatike dhe çdo reagim i banorëve ndihmon për të krijuar një histori emocionale të ndjerë dhe të fuqishme. Përplasja e ndjenjave dhe xhelozia e Elionës bëjnë që momenti të mbetet i paharrueshëm dhe të ndikojë në marrëdhëniet brenda shtëpisë për ditët që vijnë.